Çdo vit vendi ynë pranon raportin e progresit nga Komisioni Evropian, që vlerëson zhvillimet në të gjithë sektorët e shtetit. Këtë vit, edhe pse kemi qenë qeveri në detyrë, raporti konstaton se kemi kryer detyrat me sukses. Falenderoj Komisionin Evropian dhe Zyrën e Bashkimit Evropian Kosovë për bashkëpunimin në avancimin e agjendës sonë evropiane. Integrimin në Bashkimin Evropian mbetet prioritet edhe vleror edhe strategjik i Republikës së Kosovës. Raporti si vjet është pozitiv pothuajse në të gjitha fushat dhe ofron rekomandime të qarta aty ku ka ngecje. Ai pasqyron punën e qeverisë dhe progresin tonë të përbashkët shoqëror. Në këtë vit, sikurse gjatë gjithë mandatit, nuk ka pasur kthim prapa në asnjë fushë. Ka progres në 35 fusha dhe ngecje në vetëm 3 fusha. Progresi varion nga i kufizuar në të përparuar. Orientimi ynë është i qartë, antarësimi i plot në Bashkimin Evropian. Raporti konfirmon përkushtimin tonë dhe mbështetjen e gjerë publike për procesin e integrimit. Raporti vlerëson parafrimin tonë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, përfshirë sanksionet ndaj Rusisë dhe Bielorusisë, si dhe dënimin e agresionit rus ndaj Ukrainës. Njëkohësisht, raporti vlerëson me progres sektor kyç, ku politikat e qeverisë sonë janë kritikuar pa bazë solide në opinionin vendor. Unë po theksoj disa prej tyre. Ajo që ka në opinion publik po karakterizoj si kolaps ekonomik, ky raport tregon se është zhvillim ekonomik. Rritje ekonomike reale prej 4.4% në vitin 2024, më e lartë se mesatarja e viteve 2016-2023. Të ardhurat për kokë banore janë rritur nga 27% në 30% të mesatarës së Bashkimit Evropian. Rritje 16.7% të shpenzimeve kapitale dhe rritje 8.2% të hyrave tatimore në vitin 2024. Forcim të mbikëqyrjes financiare të ndërmarrjeve publike. Në ambientin e të përbërët biznes, raporti konstaton ulje të informalitetit në ekonomi, miratimin e ligjit për investimet të qëndrueshme që krijon kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për investimet, miratimin e ligjit për pronarët përfitues që ndihmon në identifikimin e pronarëve fundor dhe luftimin e pastrimit të parave, dhe miratimin e programit për reduktimin e barrës administrative 2025-2028. Ajo që ka në opinion publik thuhej se është lëmosh, ky raport po tregon se është progres në politika sociale. Te politikat sociale, raporti konstaton se kemi kaluar nga faza përgatitore në progres të theksuar. Konkretisht, është rritur paga minimale nga 264 në 350 euro. Është miratuar strategjia e punësimit dhe tregut punës 2024-2028. Kanë filluar pagesat e skemave të asistencës sociale sipas rregullave të reja, duke modernizuar sistemin dhe kjo në një platformë të integruar. Dhe së fundmi, po zbatohet pilotimi i garancisë rinore që garanton mundësinë për punësim ose aftësim profesional për çdo të ri ose të re. Ajo që ka në opinionin publik të ne reflektohej si prishje e raporteve me jashtë. Ky raport tregon se është progres marrëdhënie me jashtë. Në marrëdhëniet me jashtë, raporti thekson avancim të dukshëm, konkretisht përparim në zbatimin e marrëveshjeve të tregut përbashkët rajonal 2021-2024, duke përfshirë praktikisht heqjen e vizave për qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës, mandej hapjen e pikave kufitare të përbashkëta me Maqedoninë e Veriut në Blac dhe Globoqic Jazhinc, që përshpejtojnë kalimin kufitar, mandej përfaqësimin shembullor të Kosovës në CEFTA në vitin e parë të përfaqësimit direkt, e ku morëm vendime që ishin bllokuar me vite të tëra, sikurse zgjedhja e drejtorit të ri të CEFTA-s, pastaj në nënshkrimin e marrëveshjes me vendet e EFTA-s në janar 2025, që pritet hyjë në fuqi pas ratifikimit, dhe marrëveshjen e tregtisë së lirë me Turqinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, progres ka në sektorin e transformimit digital,
ku ne si qeveri kemi pasur gjithashtu fokus. Raporti vlerëson avancimin e transformimit digital të ekonomisë, 230 shërbime digjitale janë të ofruara në platformën e Kosova. Pastaj është bërë progres në digitalizimin e arsimit përmes krijimit të Departamentit për Digitalizim dhe Platformës Kombëtare shkollat.org. Digitalizimi në drejtësi ka reduktuar grumbullimin e rasteve dhe që nga qershori si vjet, regjistrimi i kompanive bëhet online, ndërka certifikatat lëshohen në formë digjitale me nënshkrim elektronik. Si dhe në fushat respektive, si ajo e kulturës, ku raporti gjen që për herë të parë është miratuar strategjia për sportin 2025-2030, është miratuar ligji për artin dhe kulturën. Kosova është përfshirë në programin kulturor të Bashkimit Evropian Creative Europe. Raporti ndon edhe disa nga shqetësimet që ne i kemi ngritur me qëllim të avancimit të reformave që na afrojnë me standardet e Bashkimit Evropian, sikurse në fushën e drejtësisë, ku do të donim gjithashtu të shihnim më shumë progres në bashkëpunim me institucionet e pavarura. Te pjesa e lirisë së shprehjes, raporti vlerëson se në Kosovë ka pluralizëm medial, por evidenton sfida në transparencën e pronësisë dhe qëndrueshmërisë financiare të mediave. Për ne, shqetësim mbetet konstatimi i raportit se mjedisi mediatik ishte subjekti përpjekjeve për dezinformim gjatë procesit zgjedhor, si nga burimet e brendshme, po ashtu dhe të jashtme, duke përfshirë fushata dezinformuese të mediave të lidhura me Rusin, si Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia. Ne do të angazhohemi që rekomandimet e raportit të kthehen në prioritete konkrete për zbatim. Kosova ka dëshmuar se është aleate e Bashkimit Evropian dhe shembulli i demokracisë në rajon. Ne kemi përmbushur standardet që e bëjnë vendin tonë të gatshëm për marrjen e statusit kandidat. Asnjë shtet i rajonit nuk ka qenë më i avancuar se Kosova në kohën e aplikimit për këtë status. Prandaj vonesat në këtë drejtim nuk janë vetëm vonesa politike, por vonesa të reformave dhe të progresit që e meritoj. Kosova mbetet e përkushtuar në progresin e saj drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian, për forcim të institucioneve demokratike dhe për ndërtimin e një shoqërie edhe më të drejtë edhe më të barabartë. E falenderoj edhe një herë ambasadorin Orav për rolin dhe kontributin e tij që luan në urën midis Prishtinës dhe Brukselit.